الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة تندروا الوزر jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në radhitjen e Imam Buhariut në librin e tij El Adabul Mufrad. Kapitull e radhës që e ka sjell është kapitulli mbi vlerën e salavatit dhe dërgimit salatit dhe selamit ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka përmend një varg hadithesh të cilat e bëjnë të ditur të muslimani dhe të besimtari sa është e vlefshme ne të dërgojmë salavate me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në çdo hutbe lexohet ajeti i Zotit xhelle xhelalu: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Këtë ajet e lexojmë në fund të çdo hutbes. Çka thuhet në këtë ajet të nderuar xhamat? Thot Allahu subhanahu wa taala: Allahu me melekët e vet dërgojnë salavate mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, që i bie se e mëshirojnë apo kërkojnë falje me lek që Allahu ta mëshiron. Apo në disa prej komenteve të ulemave, sikur që ka nga Ebil Aliye dhe Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu taala, i cili thot yusalluna e yuthnuna alay, pra ata lavdrojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ja ngritin pozitën, ndërsa me lek lutën që Allahu t'ia ngrit pozitën. Pastaj çfarë ka thënë? O ju të cilët keni besuar, edhe ju dërgoni salavate. E qish me dërgu salavate në kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Trajta më e sakt dhe më e përmbledhur që ka ardhur në shumicën e transmetimeve nga pejgamberi aleyhi salatu wassalam është trajta kur thuhet: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kjo është salavati më i plot që i dërgohet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dërgohet që besimtari ka mundësi edhe më shpreh më shkurtra nëse është vendi dhe kuvendi i tillë, sikur për shembull alayhi salatu wassalam apo sallallahu alaihi wasallam, nëse është duke shkruar apo duke mbajt hutba apo është duke përmend citat nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye të nderuar xhamat, të dërgosh salavate mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, e para është hak, është obligim. Qoftë edhe një herë në emër, nga se pa tasën jasën fe, pa thonë shhedu enne Muhammeden Abdullahi wa Rasulu, është robi Allah i dhe dërguar i ti, së mënush me im fe. E pa tjetër është, andaj djetarë ka thonë, pa tjetër një herë njët me e thonë salavatën bi pejgamberin alayhi salatu wassalam, e pastaj është e pëlqishme në vendet të ndryshme dhe kohrat të ndryshme të ta shpeshton sa më shumë. Kapitullin e radhës që e ka sjellë Imam Buhariu, çfarë ka thonë? Kapitulli babun men dhukira indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli atij njerit i cili që tërkush e ka përmend pejgamberin alayhi salatu wassalam, ama çka do të më botash. Ka dallim, ti mundesh me thon unë e vetë përmenda pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe dush me thon sallallahu alaihi wasallam. Po çka nëse që tërkush e përmend? Çka nëse që tërkush e përmend? Na ka treguar transmetim nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këtë transmetim kanë thënë gjithashtu edhe Imam Ibn Hibban në Sahihun e tij, këtu e ka sjellë Imam Buhariu për dëshmi në këtë kapitull. Një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam ngjitet në mimber dhe ka pas mimberin e shkurt me dy shkallë alayhi salatu wassalam. Edhe duke u ngjit te para thot amin. Pastaj amin dhe 3 herë thot amin. Sahabët thonë
Ja Rasulullah, e pam një veprim, e pam një dua, po se pam se nitëm qka. Pse? A ka mundësi e Rasulullah të në kalëzoj çka ndodhi? Tha po. Tha erë Gjibrail a.s. dhe më tha, shakijun abdun, i mjeruar, i dështuma, i falimentuma, i humbura, një rob i cili edra ke Ramazan, e za Ramazanin, Allah në mundësot me zanë, ja Rabbel Alemin, fënsele khamin, dhe i hik sosët Ramazani, falem ju këfar lehu, dhe nuk i falët gjuna. Do më thanë, e ka zanë Ramazanin, ki i shnosh, ki me men, ki me takat. A men të krije, e di që e Ramazan, e di që të me agjeru, e du të mu fale, mu lut, e me pasru zemrën. Thot për jam, e mrin dhe del Ramazani, koha me e mirë, koha ka zbi shpalja, fillet e shpaljes, falem ju këfar lehu, mshelet Ramazani, kryet Ramazani, këti Allah se ka fal gjunaat. Thot Gjibrail a.s. i shkoft hunas gjak në gjenem, ki masin Ramazan së ne ka meritu falen, ki meriton me i në gjenem. Edhe ka thonë Gjibrail a.s. këtë dua, për e so ka thonë amin. Amin. I dyti, thot për nga mesam, në hapin e dytë, erë Gjibraili dhe më tha, o Muhammed, i dështuam është një rob, i mjeruar është një rob, i cili i zet dy prind të vetë, nane bab, o e hadehuma, ose njanin për tëne, ose babën ose nane, dhe i ka të aj, i ka gjallë, dhe nuk e meriton me ja falë Allah i gjunat, sebeb hizmetit, qka ja bana tëne, ha? I shkoth huna zhag. Tha, thuj amin. Tha për jënësam, amin. Kjo e para për Ramazanin, vlera e kohës, të ndërum gjemat, vlera e kohës për të cilin e talemi me ta, e hargjojna kust mujna, i ban njeri 50 vet, ende se mërvesh që, koha ka vlerë, ti e pi kohës, ti e i marum pi ditve, e di, tulla, fasada, brumi, qish dush thuje, për të cilit ti e maru o koha të kanë zë dhe të ka pjek, ti që ata se ki shvizue. Andaj shika shka tha a.s. e za Ramazanin, së të falën gjunahët, ti për një me meriton me i në gjenem. Allah në rruga gjenem, ja Rabbel Alemin. Allah në mësot me i në Ramazan me shëndet dhe me iman, ja Rabbel Alemin. Dhe ja mësot gjithë musliman me kudo që janë, ja Rabbel Alemin, me shëndet dhe siguri dhe mbrojtje. I dyti është sebepi universal, sebepi fizik, aj që fizikisht të bo sebep me artin dunja. Ha, ligji sebepit Allahu Gjelle Gjelalu e ka bo që të respektohen sebepet, që të mirën sebepet. Andaj që ka thanë, e zë njanin bab, apo edhe nanën, dy prindrit, apo njanin për dyve, edhe sebepin e gjenetit e ka me veti. Apo, sepse Allah e ka bo sebep ekzistencën tane, sebep, a i ka kriju, po sebep e ka bo ketë. E të ka thonë, respekto ma sebepin, respektoje sebepin. Qiko, na themi Allah na ka kriju, ama që kja baba em, që kja nëna eme, ti thu kja baba gjishë jem, e tash, a kim ka kriju, jo kisë ka kriju, Allah respektoje sebepin. E në shkur li wali dej, me një fjali ka shtuja Allah subhanahu wa ta'ala, falendoron mua dhe baba nan. Qka tha a.s. I zë njani për dyve, apo du dit, edhe se meriton me hi në gjennet, ne qkojë në gjennem. Që që e ka udhën, Allah në falë tja Rabbel Alemin. Dhe i treti, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë Gjibraili aleyhi sallam, o Muhammed aleyhi sallam, kur do që dikush më pranin e ti i përmenet emni jot, e aj nuk qënë salavate për tyje, zvarë në gjenem le qkoje. Thuj amin, ka thonë amin. Qiko të ndërum gjëmat, por shkak hakit madh dhe meritës të madhe, për ndryshe, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas shpirtin hakmarrës. Sa kanë pejgamberi sallallahu ai i cili o kënaq me mundimin e tjetrit, me vujtjen e tjetrit, s'ka pas qef njerëzit me i në xhenem. Ama kur ti shkelë njerëzit këtë kufit, sikur që janë ti shkelë njerëzit këtë kufit, apo i shifrit të ndërum xhamat, ata të cilët neve na flasin për drejtësi, për qetësi, për mbrojtje, për të drejtat e njerëzit. Vini re për të drejtat e njeriut flasin, abuzusit me fëmijë, shkelësit e të drejtave më drejt. A ka be dikush më drejt se fëmija? Apo, ata të cilët trupin e njerit e kanë objekt zbavitje, objekt
mishi me hangër mish gjallë. Apo, për këtë arsye të ndëruar xhamat musliman më kanë si qel. Dhe jo me këshirë veç kur ka interes. Këto po folin mirë valla. Po këto po folin mirë, po janë xharbëni. Xharbëni janë. Për këtë arsye mos të mahnit e tije dhe mos të manipuloj e tije lëkura e butë e xharbënit, se aje ka sa të nxjese. Shkove mos anena. Andaj mos u mashtrojmë drejtësia. Këtë folin për drejtësi. Këtë folin për të drejtat e njerëzve. Masi të vrahen me miliona njerëz flasin për drejtat e njerëzve. Masi të abuzojnë fëmijët, flasin për drejtat e fëmijëve. Na kallzojnë neve pallavra. Mirë po të ndëruam xhamat. Elhamdulillah që ka xhenem. Elhamdulillah që ka ahiret. Su ka sos kur gjao alo. Wallahi nes ka menis. Njerëz kujtojnë që u ka krije. Njerëz tonë hajtë se mas 10 vetëve harrohet ki muhabet. Ama Allahu gjithë thot në Kur'an, wa ma kana rabbuka nasiya. Allahu nuk harron. Ka thënë Imam Shafiu, çiki ajet ma fladit zemrën. Allah nuk haron. Çdo i bëm zullum. Wallahi një herë shtrem me bashkëti kam pa hak. Ja ke prish ditën, pa të nal Allahu subhanahu wa taala pse? Ç'a të bani be? Pse çka të bani? Dikan e kishat, e ke shkel, ja ke hangër shpirtin, apo? Po këto çka kanë hangë njerëzit? Çashtu me mumshet që çashtu? Njerëzit kanë hangër të ndërum xhamat, njerëzit kanë abuzuar me fëmijë. Dhe muslimani, elhamdulillah, që lexojmë ajete dhe besojmë në ditën e Kiametit, kemë dalë përpara Zotit. S'ka viktim vetëse në ahiret. Nuk mundesh betim me negocue. Me thonë a dibe kush jam kanë në dunjabe. Ja. Ati je cullak, ati je patesha. S'ka qina që. Qinat kanë ras qinat. Nishanat, s'ka nishana. I je cullak, bujrë mbroje vetën. Për këtë arsye të ndëruam xhamat, ta përgatitin vetën për atë ditë. Ta përgatitin vetën për atë ditë, mos të bëjmë zullum. Mos bëjnë zullum edhe me ta mush menën 1 miliard njerëz mos banë zullum. Sa Allahu xhelle xhelalu e kthen zullumin. E tash këtë këto zullume. Kjo është vetëm një pjesë. Kjo feje tëne. Kjo feje tëne, ata adhurojnë shejtanin. Apo, po nasi musliman, andaj njerëzimit nuk i ka mbet shpresë e vetmja dritë që mundet me ja ndriçu rrugën, e vetmja dorë që mundet mushtri për mos me ran humnerën më të keqë njerëzimi janë muslimanët. Muslimanët, me këtë dopsin shka e kena muslimanët, sa ta vetë po thojnë, veç musliman kanë me të pa i bon që ashtu shka budojna. A kupton ti? A kupton ti ku ka mëri puna? Pa këtë asjetë të ndërum xhamat, ata që kanë bo zullum, kanë me dalë një ditë para Allahu subhanahu wa ta'ala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte njeri që ja do të dëshkimin dikujt në as, nuk e sinon të dikush që me vujt. A nëse ka kalu limitin? A nëse viktimën se ka lanë me fol? A nëse fëmijën e ka shkel? Amin. Apo, nëse na thojna, o Allah shkatroj zullum qartë, na, apo dojna si emna me... O jave, zullum kanë bo. Zullum kanë bo. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an, wa la tahsabanna Allaha ghafilan. Mos gabo me menu, mos gabo me mendu se Zoti është indiferent. Këtë zullumët që kanë t'i bo ata, këtë i di, kreti sheh, kreti shkruan, kreti merr llogari. Allah na leso llogarina dit ya rabbal alamin. Allah mos ta nxjerrën saf me zullumçart ya rabbal alamin. Allah mos ta nxjerrë saf me pabesimtar ya rabbal alamin. Allah na ban prej safit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na ban prej safit njerëzve të butë të mëshirshëm. Allah na ban prej safit të atyre të zot i kanë zemrat e pastërta, e niyetet të pastërta, e kanë punuar me nder dhe me halal larg haramit. Andaj dërgojmë salavat mbi këtë njeri të madh, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë pishtari i njerëzimit, drita e njerëzimit, më i miri njerëzimit, Rasulullah i dërguari i Allahut. Allahu e dërgoi, i çon salavate, e do e run ata, ka kaluar Islamin për krizat shumëta, ama prap se prap thuhet në ezan, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa i dërguari i Allahut, krejt tjerë kanë ra emrin tina kanë met. Andaj t'ja dim hakin pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke dërgu salavate dhe duke mësuen nga hadithet dhe mësimet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelalu këtë ditë xumaje, ditë të madhe ku Zoti pranon duat. Allahu na mundson që të jetojmë me Islam. Allahu na ishlin gjunahet, Allahu na i fal mëkatet, Allahu na i mbulon mëkatet, Allahu na i mbulon paturpsit, Allahu na mbulon të metat,
Allah na zbukuron me devotshmëri për brenda dhe për jashtë. Allah na mundsojë me hinë Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu ti drejton të rinjt dhe të rejat e muslimanëve, ti ruan të rinjt dhe të rejat nga agjendat dhe degradimet dhe ata të cilët synojnë me shkatërru njerëzimin. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu ti ban serioz muslimanët, që ta kapin fenë e tyre serioz me dhëmball, që ashtu siç takon një fe të madhe sikur feja islame. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë si musliman, të rritemi dhe zhvillohemi si musliman dhe amanetin e fundit Allahu t'ja japmi me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة، عليك بالفسقة، اللهم عليك بجند الشيطان يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمؤامراتهم يا رب العالمين. اللهم امكر بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مكرهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وإيمان يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.